kënaqësi që të pronësojmë këtë ditë të rëndësishme për komunitetin rom. Ashtu siç edhe e thatë, 8 priti është një nga ditët më të rëndësishme për komunitetin rom, është një ditë simbolike e cila ka rëndësinë e vet për gjithë komunitetin rom kudo që jetojnë. Është një lëvizje e madhe që ka nisur për komunitetin rom që në vitin 1967 të disa vende të Evropës dhe e cila u finalizua më 8 prill të vitit 1971 në Londër, ku 20 delegatë nga gjithë shtetet e Evropës u mblodhën dhe organizuan kongresin e parë të komunitetit rom. Kongresi i parë i romëve që është shumë i rëndësishëm sepse morën disa nga vendimet më të rëndësishme për komunitetin rom, siç ka qenë vendosja e termit rom, e cila nuk duhet që të romët të etikoshin nga epitete nga më të ndryshme, kështu që termi zyrtar i romëve është rom. E dyta kishte të bënte me vendosjen e hymnit kombëtar të romëve, i cili quhet Gelem Gelem në gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe thotë Shkova Shkova. Si dhe vendosja e flamurit të komunitetit rom, e cila ka 3 sfonde, sfondi blu, jeshil dhe në mes është një rrotë dhe sfondi blu është qielli, jeshil është toka dhe rrota në mes simbolon lëvizjen e pareshtur të komunitetit rom, i cili kërkon përparësi, mirëqenie, zhvillim dhe integritet. Mbështetje të gjithë shoqërisë civile shqiptare dhe jo shqiptare kudo që romët jetojnë, sidomos e pushtetit qendror dhe lokal, të kenë vëmendje të rëndësishme për këtë komunitet, sepse pa një mbështetje nga të gjitha pushtetet, komuniteti rom nuk mund të zhvillohet dhe të integrohet pa përkrahjen e tyre. Përtej detyrë që ka vetë komuniteti të integrohet brenda vetes dhe normalisht kërkon dhe mbështetjen e pushtetit vendor dhe qendror. A e shikoni të mjaftueshëm gjithë punën që kanë bërë institucionet për të vënë në lëvizje gjithë problematikat e këtij komuniteti ndër vite? Nëse e them që në nivel kombëtar, për sa i përket pushtetit qendror, normalisht që ka një vëmendje sepse janë krijuar dokumente të rëndësishme që ka qenë plani i veprimit për zhvillimin e integrimit e komunitetit rom dhe egyptian. Është një plan i përbashkët për ta zhvilluar këto dy komunitete, pasi janë dy nga komunitetet më me pak zhvillim dhe vëmendje për së vërtetës, por në aspektin e pushtetit lokal në Bashkinë e Luqës, unë si ferit dhe përfaqësuesi i këtij komuniteti e kam parë këtë lloj mbështetje në të gjitha aspektet, pavarësisht se problematika e këtij komuniteti nuk është se është e zauruar e gjitha problemet janë aty, por fal mbështetjes së drejtanishme dhe shpresojmë që Bashkia e Luqës, ndryshe nga bashkitë e tjera, që ka një plan të dedikuar për zhvillimin e integrimit të këtij minoriteti të Bashkisë Luqe, shpresoj që ky plan, nëse zbatohet i gjithë ashtu siç është shkruar në letër, ne mendojmë dhe shpresojmë që të minimizohen sadopak këto problematika. Thirrja juaj vjen vetëm për një institucion Bashkisë Luqës apo është një thirrje për të gjitha bashkitë në shkallë republike për të vlerësuar komunitetin rom? Jo, Bashkia e Luqës e bëra si një shembull e cila ka një nisëm dhe qasje pozitive ndër këtij komuniteti. Kjo është thirrje për të gjithë bashkitë kudo që jeton komuniteti rom, pasi ne kemi një shtrirje goxha të gjerë që nga Saranda, nga Malik dhe deri në Shkodër. Kështu që të gjitha këto bashki duhet të kthejnë vëmendje nga ky komunitet, se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe ne s'mund të veçohemi dhe të jemi aty si një shoqëri rome e degraduar e pa zhvilluar, sepse fundi ne në mënyrën tonë kemi kontribuar për zhvillimin dhe integrimin e këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit juve.